Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë duke ju ftuar që të jeni me ndjekjen e programit ton edhe në një farë pjesëmarrje në këtë program. Të ndjesh nevojën që të komunikosh, të ndjesh nevojën që të përfshihesh në probleme që kalon shoqëria, në probleme të dukshme, në probleme që ndjehen jo vetëm në familje, por edhe më gjerë në shoqëri. Do të thotë të sensibilizohesh, do të thotë të ndjesh së brendshmi nevojën për të përfshirë në shprehjen ndaj këtyre fenomeneve. Në një farë mënyrë, ky është edhe një mision që shoqatat e ndryshme që operojnë në fushën sociale kanë. Pikërisht shoqata Gruaja te Gruaja, ditët e fundit ka shpallur një thirrje për të bërë ambasador të drejtave të njerëzit në luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Është një vijimësi e punës së kësaj shoqate të përfshirë në projekte të ndryshme, por edhe një pararendse e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Do të flasim sot për këto probleme, ndaj në studio kam ftuar zonjën Atila Uligaj, koordinatore projektesh në shoqatën Gruaja te Gruaja. Mirëmëngjes Atil, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Një thirrje që shpërndahet, dhe ju e keni shpërndar, besoj, prej disa ditësh, që përfshin shumë njerëz, mosha të ndryshme, por ju keni vështruar tek moshat e reja. Natyrisht është vështrimi juaj sepse jo vetëm që merreni vazhdimisht me këto probleme, por ndjeni dhe pulsin e atyre që mund të përfshihen dhe mund të japin në këtë fushë. Si po përqafohet thirrja ambasador të drejtave të njerëzit në luftën kundër dhunës me bazë gjinore? Në fakt, organizata Gruaja te Gruaja prej vitesh ka ndërtuar një platformë e cila synon realizimin e disa aktiviteteve ndërgjegjësuese. Është në fakt një platformë shumë e rëndësishme sepse nuk është një platformë e cila zbatohet vetëm nga Gruaja te Gruaja. Është një platformë e cila përfshin, siç thatë edhe ju, target grupe të ndryshme, grupe komunitare, të rinjt, institucionet vendore, dhe është një program me impakt të gjerë në komunitet. Pra janë mesazhe që transmetohen për të rinjt, për komunitetin, për gratë, për grupe të ndryshme të cilët janë të afektuar nga problematika të ndryshme të drejtave të njerëzit, dhuna në familje, abuzimi, barazia gjinore, pra janë çështje sociale që na prekin në jetën e përditshme. Kjo platformë ka dy elemente bazë, në fakt. Ndërveprimin institucional, i cili përfshin jo vetëm organizatat, siç thash, por edhe institucionet vendore, të cilat bashkëndojnë aktivitete gjatë këtyre 16 ditëve të aktivizmit, që fillojnë me datën 25 nëntor dhe përfundojnë me 10 dhjetor, që është edhe dita për të drejtat e njerëzit. Dhe elementi i dytë kyç janë këto aktorë të kyç, pra janë të rinjt, të cilët angazhohen në realizimin e këtyre aktiviteteve. Janë të rinjt të cilët bëhen promotor të drejtave të njerëzit, por nga ana tjetër bëhen edhe nxitës të këtyre institucioneve vendore për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në komunitetet e tyre ku ata jetojnë. Në fakt, ju jeni drejtuar këtyre moshave dhe keni përfshirë deri në 25 vjeç. E parë kjo në vështrimin se pikërisht këto mosha kanë energji, kanë dëshirë për të shprehur, për të marrë pozicione të ndryshme në luftën kundër dhunës me bazë gjinore, apo janë edhe të rinj që ndjejnë vetë këto probleme? Në fakt, patjetër që organizata jonë prej vitesh angazhon të rinj dhe ka pas një eksperiencë shumë pozitive me ndërtimin e klubit social rinor, që është një grumbullim të rinj, të cilët angazhohen me dëshirën e tyre vullnetarisht në aktivitetet e ndryshme të organizatës. Dhe
si mjetu menu që ky grup, ose ky grup të risht marrin një titull, pra të quhen ambasador për drejtat e njerëzit. Ne kemi vure, pra gjatë aktiviteteve me të rinj, se ato janë më të prirur për me pranu ndryshimet edhe për me sjellë ndryshimet sociale në komunitet. Janë më të prirur për me thith konceptet e reja, idetë e reja, janë plot energji, plot entuziazëm, janë pa komplekse dhe të pas parasysh që shumica këtyre aktiviteteve që ne realizojmë gjatë 16 ditëve të aktivizmit janë aktivitete që zhvillohen në ambiente publike, në sheshe, në rrugë, kanë përfshin performanca, komunikim me njerëzit në mënyrë të drejtë për drejtë, transmetime mesazhesh. Kemi pa që të rinjt janë ato më të prirunit, jo vetëm për me mësu dhe me zbatu këto performanca, pa komplekse, por edhe me transmetu mesazhe, jo vetëm ato mesazhet globale kundër dhunës apo për drejtat e njerëzit, por edhe mesazhe në nivel personal, pra si ato vetë i perceptojnë këtë çështje dhe si ato vetë dëshirojnë të transmetojnë modele të sjelljes pozitive për të rinjt e tjerë, për komunitetet e tyre. Në fakt, të operosh në fushën sociale nuk është e thjeshtë, sepse ka të bësh me mendësinë e njerëzve, ka të bëj me kushtet në të cilat të jetojnë, ka të bëjnë me traditat ashtu sa të mira, ndonjëherë dhe frenuese, gjë që e bëjnë këtë luftë jo të thjeshtë. Apo jo. Ditët e fundit unë kam parë në sheshin Parabashkisë një grup teatral që ka performuar në këtë çështje, pikërisht në luftën ndaj dhunës me bazë gjinore. Është një front, do thosha, dhe pikërisht këtu e shoh edhe misionin kaq të madh që ka një organizacie juaja, gruajat e ju. Por edhe aktor dhe faktor të tjerë social që operojnë në Shkodër dhe jo vetëm. Të realizosh të tilla veprimtari do të thotë të hedhësh hapa. Natyrisht ato kur nuk mund të jenë të mjaftueshëm në raport me probleme që kalon shoqëria, me mendësitë, me mentalitetet, me kushtet në të cilat jetojnë njerëzit, me ato premisa që shpesh këtë dhunë e bëjnë gabimisht të ekzistuese. Këto të rinj që ju ofroni janë grupi aktiv i juaj, apo kjo thirrje përfshin edhe një gamë më të gjerë të rinjve, sepse kam vënë re që thirrja juaj drejtohet në disa bashki, siç janë bashkia e Shkodrës, e Vallë të Dejës, e Pukës, e Fusharësit, madje deri në Mat. Si do mundni ti menaxhoni gjithë këto të rinj që mbase dëshirojnë të përfshihen? Në fakt, përveç atij grupit social, pra atij grupit aktiv që ne kena pranë organizatës tonë, këtë vit është menuar që me përfshi të rinj nga bashkitë e tjera, dhe në fakt për ne është pak sfiduese si mjet, sepse normalisht u kanë edhe pjesa situata e tillë e pandemisë është pak e vështirë për me shku me i taku dhe me koordinu aktivitetet. Megjithatë, ne si mjet, siç edhe thash më përpara, po bashkëbrendojmë aktivitetin tonë edhe punën tonë me institucionin e bashkisë si koordinator kryesor në angazhimin kundër dhunës me bazë gjinore. Pra janë ato koordinatorët vendor kundër dhunës në bashki, të cilët do të koordinojnë edhe aktivitetet me të rinjt. Është një pjesë që na dona me e integru brenda aktiviteteve të bashkisë. Pra jo vetëm si dhënëse të shërbimeve, por edhe si ndërtuese të këtyre platformave sensibilizuese për fushatat, për çështjet sociale. Dhe kjo thirrje i drejtohet edhe këtyre të rinjve në këto bashkitë më të vogla, siç ju përmendet. Por sfida më e madhe ka me kenë jo koordinimi i punës, sepse koordinimi i punës do të bëhet nëpërmjet koordinatorëve të fushatës, është i organizuar i mirë përcaktuar. Sfida më e madhe është se si do të priten këto aktivitete në komunitetet pranë këtyre bashkive, në ato sheshet, në Vaudejs, në Mat, në Puk, në Malësit Madhe, pra si do të, dhe ne në fakt synimi jonë është që me rrit reagime, me pas reagime prej komuniteteve nëpërmjet këtyre aktiviteteve. Dhe aktivitetet kanë me kenë kulturore, kanë me kenë tërheqëse në fakt për komunitetin, por kanë me transmetuar edhe këto mesazhet
që deri një farë piket janë edhe tabu më u diskutu në disa bashkima të vogla, siç ju përmend edhe me ato mentalitetet ma patriarkale, ma të mbyllura në lidhje me për sa i përket këtyre çështjeve. Janë disa faza në të cilat do të kaloj projekti, apo? Po, në fakt kjo është faza e parë, pra është hap thirrja e cila do të mbyllet me 25 tetor, dhe pastaj grupi të rive të identifikuar do të trajnohen në lidhje me ndërtimin e fushatave dhe me disa koncepte për sa i përket çështjeve të drejtave të njeriut, dhunës me bazë gjinore, barazisë gjinore, formave të ndryshme të dhunës me të cilën përballen apo të cilat afektojnë të rinjt, dhe pastaj do të bashkërendohet puna për organizimin e aktiviteteve në këto bashki. Sa është përqafuar kjo thirrje? Jemi akoma në ditët e para të shpalljes së kësaj thirrje. Megjithatë, fjala ambasador është pak e madhe, edhe bukur, edhe kënaqësi ta fitosh si titull, apo jo, do të thotë që nuk është krejt e lehtë ta fitosh si titull, apo jo? Kanë filluar aplikimet e para ose kërkesat e para për me kënë pjesë e këtyre grupeve. Fjala ambasador në fakt ka shumë elemente mbrapa, por vetë fakti që këto të rinj kërkojnë të përfshihen për me promovu të drejtat e njeriut, i bën ato ambasador të drejtave të njeriut. Ato identifikojnë problematikat e tyre dhe këto problematika i sjellin përmes ideve tyre në ndërtimin e aktiviteteve. Pra janë të integruara dhe idetë dhe ajo çfarë ato mendojnë dhe çfarë shqetëson ato të ri si në mirëqenien e tyre fizike, shëndetësore, psikologjike, në familje, në shkollë, në komunitet, gjitha këto ide përfiten dhe ndërtohen apo transformohen në aktivitete. Këto të rinj që përfshihen dhe do të përfshihen janë nxënës shkollash, student, të punësuar, pak a shumë ku i keni synimin për të aktivizuar, megjithëse thirrja është e hapur? Thirrja është e hapur, në fakt na kena vënë një limit moshet, sepse në bazë të eksperiencës që kena pas, të rinjt e shkollave të mesme dhe të universitetit janë ato më të prirurit për mu angazhu në këto fushata, në këto aktivitete. Çfarë përvojash personale sjellin këto të rinj, megjithëse janë të rinj, por me ndjeshmërinë që mund të kenë vërtet jo thjesht ngjallin interes, por e rëndësishme është që të ngjallin reagime? Po përvojat personale, siç e thash, janë ato problematikat që ato identifikojnë në komunitetin e tyre apo në jetën e tyre të përditshme dhe kërkojnë t'i transmetojnë tek ne nëpërmjet ndërtimit këtyre. Janë të rinj që ndjejnë së afërmi këtë raport ndoshta të dhunshëm me bazë gjinore brenda vetes, në familje, në rrethin. Janë të rinj të cilët janë të informuar në lidhje me çështjet e dhunës familje, janë të rinj të cilët i njohin, por edhe kanë informacion për çka ndodh në komunitetet e tyre në lidhje me dhunën. Pavarësisht se format e dhunës të cilat afektojnë të rinjt janë edhe disa forma të reja, por ndoshta pak më ndryshe për sa i përket formave që afektojnë edhe komunitetet e tjera, dhe këto të rinj tash kërkojnë që nëpërmjet këtyre problematikave të krijojnë mesazhe, të krijojnë mënyra për me reagu dhe për me i përballu këto forma të reja dhunët. Në fakt, kjo po e quaj fushat është pararendse e 16 ditëve të aktivizmit të luftës kundër dhunës me bazë gjinore. Gjë që do të thotë se puna juaj shkon në një crescendo, në një rritje deri në këto ditë. Dhe kjo fushat pikrisht duket se i shërben këtyre ditëve. Ju keni zgjedhur këtë target group, por jo vetëm mund të jetë në përfshirjen e këtyre 16 ditëve, apo janë edhe grupe të tjera? Po, patjetër që përfshin edhe grupe të tjera, por fushatat janë, aktorët këtyre fushatave janë të rinjt. Janë të rinjt dhe ndërveprimi me institucionet publike. Pastaj, patjetër që organizohen aktivitete që targetojnë edhe gratë e komunitetit, targetojnë edhe komunitetet të ndryshme, komunitetet rome për shembull.
targetojnë problematikat që lidhen me personat me aftësi të kufizuar, të cilat janë edhe ato një komunitet shumë i afektuar nga dhuna, dhe nëpërmjet aktiviteteve pra transmetojnë këto mesazhe për target grupet e ndryshme. Çfarë profili do ketë sot këtë herë pikërisht kjo fushat e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore? Po, dhe kjo është pjesa më interesante dhe emocionuese në fakt. Nëse më lejon shkurtimisht në mundem me cek pak këto aktivitetet, disa nga aktivitetet që kena parashiku. Si mjetë do të lançojmë një këngë që quhet Burra din me dasht. Dhe më thanë, kjo është një cikël aktivitetesh që ka ardhur në forma të ndryshme artistike. Në fillim ka ardhur me një mramje poetike, ku të rinjt kanë ndërtu poezi për gratë dhe vajzat, për nanat, ku transmetojnë dashni, emocion. Një herë tjetër ka ardhur nëpërmjet një ekspozite fotografie në lidhje me mënyrën se si angazhohen ose se si me modele pozitive të burrave dhe djemve angazhohen në marrëdhëniet familjare, në punë të shtëpisë, në komunitet, për me transmetu këto çështjet e barazisë mes grave dhe burrave. Si mjet, kjo ka ardhur nëpërmjet një këngë. Është një këngë, pra përveç këngës ne po përgatisim edhe klipin. Edhe të dyja këto do të lançohen me datën 25 nënor, pra ditën e parë të hapjes fushatës. Kjo është një këngë që këndohet nga njerëz të njohur, këngëtar të njohur, apo nga zërat e shumë në fakt kjo është një këngë që do të këndohet nga një këngëtar, por gjatë klipit ne do të përpiqena me fut edhe pjesën e stafit apo të stafit ton, të cilët angazhohen prej shumë vitesh në këto shërbimet, në këto aktivitetet për mbijetuar të dhunës në familje. Përveç kësaj, ne kena planifiku edhe një forum me të rinjt, pra ky forum do të realizohet njëkohësisht edhe në bashkitë e tjera të përfshime në projekt, i cili fokusohet tek dhuna kibernetike apo dhuna nëpërmjet internetit dhe si kjo afekton të rinjt. Në fakt, karakteristikë kohës. Është një karakteristike kohës, është një problematikë e madhe me cilët të rinjt po përballen çdo ditë, por nga ana tjetër edhe duke një fenomen i ri, akoma nuk kemi informacionin e duhur se si duhet me umrojt nga kjo dhunë. Dhe akoma ndoshta nuk kena asat informacionin që kjo është po aq e dënueshme sa që është edhe dhuna fizike, sa që është edhe dhuna seksuale. Prandaj kena pasit arsyeshme që si mjet të sjellim edhe këto temat e reja që afektojnë të rinjt. Pastaj do të ketë dy aktivitete tjera, të cilat do të realizohen në sheshe. Si mjet kena pru një flash mob, e cila quhet Tango kundër dhunës, dhe nëpërmjet një tangoje ne do të transmetojmë këto mesazhet e komunikimit, e ndërveprimit, e dashnisë, e respektit ndaj njëri tjetrit, dhe një mënyrë karakteristike për me tërheq vëmendjen edhe me transmetu atë që na dona pra mesazhet tona për komunitetin. Dhe një aktivitet tjetër i fundit do të jetë turi i kësaj ekspozitës fotografike, Burra din me dasht, e cila do të udhtojë nëpër këto 5 bashkitë e përfshira në projektin e Simjeçën. Fotografitë janë të realizuara nga pikërisht këto të rinj, nga njerëz të qytetit, të zonave përreth. Fotografitë janë të realizuar nga grupi i klubit social rinor, janë të rinj të cilët kanë ideu të gjitha skenaret, kanë përfshi edhe familjarët e tyne, kanë përfshi edhe modelet e tyne pozitive, të gjyshave, të baballarëve, të vetë djemve të cilët janë shprehnë aktivizmin e tyne për drejtat e njeriut, dhe janë këto momente janë fotografu dhe janë paraqit në një aktivitet të tillë. Këtë herë më shumë se ndoshta ndonjëherë tjetër ju keni nxitur shembullin e mirë, të bukur, atë që duhet të ngrohë për të bërë natyrisht një përhapës i brendshëm i shpirtit të njerëzve, aty ku shpesh në skutat e errta zëvend jo thjesht një fjalë,
dhunshëm, por një veprim e më pas diçka shumë më rëndë. Ndoshta duke prekur pikërisht këtë mirësi shpirti, këto shembuj të bukur, bëhet ajo kundër pesha që shpesh na duhet, apo ja. Atil këto ambasador që zën fill këto ditë me aplikime, me trajnime, me pjesëmarrje në aktivitete, do të kenë një certifikim apo ja? Patjetër që do të ketë një certifikat mirënjohje, ku edhe do të përcaktohet këtë titulli ambasador për drejtat e njerëzit. Dhe kjo certifikat nuk do jepet vetëm nga ne, por në bashkëpunim edhe me këto bashkit në cilat do të realizohen projekte dhe nga cilat do të vinë këto të rinj, do të ndërtohet një ceremoni përfundimtare për mirënjohjen e këtyre të rinjve, për gjithë kontributin që ata kanë dhënë gjatë aktiviteteve të Po besoj roli i tyre nuk përfundon këtu. Tashmë ata kanë marrë në shpinë një titull që duhet ta vazhdojnë me aktivitete të tjera dhe angazhime sociale. Në fakt, edhe ky është edhe qëllimi jonë, që këto të rinj normalisht që mos ta ndalin punën këtu, ato janë të rinj të cilët do të kthehen në komunitetet e tyre, do të punojnë me grupet rinore atje dhe do të transmetojnë këto mesazhe, do të vazhdojnë të kontribuojnë në lidhje me problematikat, por edhe me promovimin e drejtave të njerëzit, promovimin e mesazheve kundër dhunës me bazë gjinore. Desha të pyes edhe për diçka që vërtet më bën përshtypje. Ju keni disa vite që punoni dhe operoni ashtu siç edhe stafi juaj, të cilin e përshëndesim për këto nisma, iniciativa, projekte që finalizohen, që nisin dhe rinisin kohë pas kohë, vit pas viti, që kanë krijuar traditën e tyre. Çfarë përvoje ju kanë dhënë ju si staf dhe pikërisht ju vetë si ndjeheni kur realizoni, kur grumbulloni rreth vetes në këto sipërmarrje jo të vogla të rinjve në këtë rast, por të grave, të target grupeve të ndryshme? Në fakt, puna jonë është sa është e vështirë të jep edhe atë satisfaksionin e arritjes pra dhënies atyre shërbimeve për gratë që janë të mbijetuara dhunës në familje, për ato vajzat e mitura që janë mbijetuara dhunës seksuale. Dhe një gjë është e sigurt që na nuk kishim arrit me bë tan këtë punë dhe me arrit këto rezultate që kena arrit pa pas mbështetjen e grupeve të rinjve, komuniteteve, e institucioneve vendore. Pra gjithë së bashku ne kemi arrit me bë një punë të mirë dhe normalisht që njihena mirë. Njohur pikërisht kohët e fundit me disa shifra, të cilat ju drejtohen në rasteve të ndryshme, ndihmave që ju keni dhënë, betejave ligjore që ju keni fituar pikërisht në ndihmë të këtyre njerëzve që kanë këto problematika. Nuk është diçka e lehtë. Patjetër që jo. Sidomos gjatë vitit fundit kena vure që pas daljes nga izolimi për shkak të pandemisë, denoncimet pranë organizatës tonë të paktën janë trefishu. Por flasim jo vetëm për denoncimet edhe kërkesën për marrjen e atyre shërbimeve ligjore, por edhe rastet e dhunës ekstreme. Dhe unë mund të them që nga periudha maj deri në shtator ne kena pas 27 raste të strehuara në strezën e emergjencës. Ajo që na ka bërë shumë përshtypje kanë qenë rastet e dhunës seksuale ndaj të miturave, që është një problematikë që domosdoshmë na prek më thellësisht ne si staf që japim shërbimet ndaj këtyre vajzave. Dhe patjetër që rastet janë rrit, janë trefishu dhe është e nevojshme që të vazhdojmë edhe të punojmë, të japim shërbime për këto target grupe. Duke ju drejtuar pikërisht këtyre fakteve që shpeshherë kanë tregues tepër negativ, trefishim për shembull, me gjithë punën e madhe, do të thotë që sa rëndësishme është të punosh këmbgultas çdo ditë, qoftë të jesh dhe një derë hapur për këta gra, vajza, njerëz që kanë nevojë. Të di që dikush mund t'i dëgjoj, të di që dikush mund t'i ndihmoj, të fus krahun, të mbështes, të strehoj. Kjo nuk është pak, por gjithmonë është pak në raport me problematikat e shumta që ka. Por ne patjetër që numri është i madh, por nga ana tjetër është e rëndësishme me
fakti që këto raste po denoncojnë dhunën. Pra nuk po mbeten të mbyllura në ato pas dyrëve të këtyre shtëpive ku është e vështirë pastaj të ndalësh zinxhirin e dhunës. Është e rëndësishme të denoncohen. Është një hap i madh, por duhet edhe të themi që vajzat dhe gratë duhet denoncojnë, sepse tashma janë ngritë shërbime profesionale që i vinë në ndihmë jo vetëm në momentin e krizës, pra jo vetëm në momentin e dhunës ekstreme, por edhe në momentet e reintegrimit më afatgjatë. Pra ekzistojnë shërbime shumë të mira, jo vetëm të dhënë nga organizatat, por edhe nga institucionet vendore. Pra ne duhet t'i largohemi atij mentaliteti që nuk kam ku shkoj, sepse çfarë do të ndodhen me mua mrapa. Tash i ke ku shkon, tash i ke ku të drejtohesh dhe ke persona që do të mbështesin, si gratë dhe vajzat edhe fëmijët e tyre. Në fakt, ju jeni një organizat që operon në fushën sociale, institucionet ju kanë mbështetur? Patjetër që na kanë mbështetur. Jo vetëm Bashkinë Shkodër, por në gjitha bashkitë ku ne ofrojmë këto shërbimet tona. Janë një ndihmë e madhe dhe realisht organizatat japin shumë shërbime, japin shërbime profesionale, por ndërveprimi institucional është i domosdoshëm, është thelbësor për me shpëtu jetën e grave dhe vajzave që ndodhen në situata të krizës apo dhunës ekstreme. Pa ndërhyrjen e gjitha institucioneve dhe pa ndërtimin aty në planeve të veprimit ndërinstitucional, është e vështirë që ne me jarë ndihmë këtyne. Ju vetë patjetër që keni një ndjeshmëri tepër speciale përderisa ndesheni vazhdimisht. Në fakt, çdo qytetar duhet të ndjej këtë problem, të ndjej ndoshta ato fazat e para që s'duhet t'i pranoj, apo jo, të jetë i ndjeshëm. Kjo është edhe puna që ju shpërndani në ngritjen e një opinioni dhe në mospranimin dhe denoncimin e kësaj dhune. Gjë që ju bën patjetër njerëz që haseni dukshëm me këto fenomene. Ndjeni diçka brenda vetes suaj? Patjetër që ndjeshmëritë janë të mëdha dhe janë shumë komplekse. Por ajo, siç e thatë edhe ju, është shumë e rëndësishme që ne mos jena indiferent ndaj këtyre problematikave. Komuniteti, njerëzit duhet të reagojnë. Nuk është punë vetëm ose çështje vetëm e asaj viktimës, është çështje e gjithë neve. Prandaj mendoj se puna gjatë këtyre viteve na ka mësuar që ne duhet ta mbështesim njëri tjetrin, mos i kthejmë shpinën, mos majmë atë pozicionin e unë kam punën time, ti ke punën tënde, e vëzhguesit indiferent. Kjo është shumë e rëndësishme. 16 ditët e aktivizmit, por që pararendse kanë një lëvizje rinore, do ta quaja, në ndjeshmërinë e këtyre të rinjve, në përfshirjen, në aktivizimin e tyre, por jo vetëm të tyre. Aty ku nis të formohet pozicioni social i një të riu dhe ecuria e tij, mbase është një moment shumë i rëndësishëm për të qenë shumë përgjegjës në jetën e vetë të këtyre të rinjve. E më pas të rrezatojnë me aktivitete, me pjesëmarrje, me sensibilizime ndaj fenomeneve të dhunës me bazë gjinore. Është vërtet jo thjesht për t'u lavdëruar, është një punë që streson çdo ditë, që ndërton dhe shkatron pikrisht fenomenet negative, por një punë që nuk ecën shumë shpejt, apo jo? Patjetër, ne na është dashur 20 vite punë për me arrit këtu ku jena sot, sepse ajo që është e vështirë për të ndryshuar janë mentalitetet, janë besimet, sjelljet. Ne nuk punojmë vetëm me viktimat e dhunës familje, në fakt ne punojmë edhe me dhunusin. Dhe kjo ka ardhur si një nevojë që është identifikuar gjatë punës tonë, por edhe si një sfidë sepse është e vështirë me punu me dhunusin, është e vështirë me ndryshu sjelljet e dhunshme. Dhe patjetër që kërkon këmbgulje, kërkon punë dhe mbështetje për me arrit rezultate të mira. Projekti ambasador të drejtave të njerëzit është vetëm njëri nga hapat që ju në rrugën tuaj realizoni.
në ecjen tuaj si organizat, por në partneritet me pushtetin vendor dhe me të tjerë institucione, ashtu si dhe për krah organizatave të tjera që operojnë në fushën sociale, është një rrugtim që ju e keni nisur me vendosmëri dhe që urojmë që të ketë çdo ditë rezultate dhe beteja të fituara, ashtu siç ju i referoheni shifrave, rasteve, fitoreve të vogla dhe të mëdha që realizoni çdo ditë. Sot ndalem në këtë projekt, por besoj se rrugtimi dhe rrugët që çojnë drejt finalizimeve të kësaj lufte të dhunës me bazë gjinore është e vazhdueshme. Besoj se një mesazh sensibilizues siç është ky i sotmi për të fituar ambasador të drejtave të njerëzit është një thirrje shumë e bukur që i drejtohet shoqërisë, aktorëve më të rinj të saj, siç janë moshat e reja. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që sollët pikërisht këtë vështrim të punës suaj dhe të aktivizimit të këtyre aktorëve që ju me të cilët punonim. Ju uroj që kjo fushat të shkojë me mbarësi dhe këto ditë të aktivizmit kundër dhunës të mos jenë të vetme, ashtu siç nuk janë në të vërtetë. Ju falenderoj edhe unë për ftesën në këtë emision. Por edhe desha t'ju them që për ne është shumë e rëndësishme që të kemi partneritet të tillë për rritjen apo përbërjen publike të këtyre aktiviteteve të organizatës tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit.